vitin 2038, koha do të rikthehet në vitin 1901. Nuk është një skenë apokaliptike, nuk është një metaforë, por do të ndodhë vërtet. Dhe tani po ju tregoj se çfarë. Bile po shtoj, në vitin 2026 do të ndodhin disa fenomene dhe disa ndryshime të mëdha që do të shënojnë një tjetër epokë. Pikërisht viti 2026, ku ishte parashikuar nga shumë njerëz që kanë profetizuar se në vitin 2026 do të ndodhin ndryshime të mëdha. Dhe le ta diskutojmë së bashku, më ndiqni me kujdes. Bile po shtoj. Nëse është e mundur, ftoni miqtë tuaj të lidhen me këtë faqe, nuk e kushton asgjë, sepse informacione të rëndësishme do të ndajmë pikërisht në këtë muaj. Tani më ndiqni me kujdes. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jeni për bashkë. Atëre, duhet të dini që në vitin 2038 përfundojnë kompjuterat me 32 bit. Nuk e dim kuptoni apo jo. Për ata që nuk e din, ka kompjutera që kanë një sistem operativ me 32 bit ose me 64 bit. Kush janë këta kompjutera dhe pse do të ndodhë kjo? Dhe pse do të kthehet në vitin 1901? Tani po ja u tregoj. Atëre duhet të dini që këta kompjuterat 32 bit ishin të parët që kanë lindur nga viti 1970, sepse IBM ose dhe të tjera shoqëri. Sepse kompjuterat me 32 bit, së pare njerë, bitet janë ato informacionet, si mund të thuen, ose motori kërkimit të një sistemi operativ që përfshin RAM, sistemin operativ dhe tjerë. Dhe varet nga informacionet që ka ky kompjuter. Informacionet e këtyre kompjuterave kanë filluar pikërisht në vitin 1900, pra si informacione brenda kompjuterit, ndonse ata u ndërtuan në vitin 1970. Por këta lloj kompjuteresh, nëse do futemi në detaj, lindën në vitin 1970, por ka ende sot kompjutera të tillë që vazhdojnë të punojnë me 32 bit. Pra kompjutera me 32 bit dhe me RAM që janë më pak të reduktuar nga këta 64 bit. Sepse kryesisht tashmë janë 64 bit. Bile do t'ju them, ka edhe telefona që punojnë me 32 bit dhe janë përdorur deri në vitin 2019. Sepse pas vitit 2019 ndryshuan shumë gjëra. Për ata që nuk e din, Google-i dhe sistemi operativ Android, që është i Google-it, filloi që të kërkonte aplikacione duke filluar nga viti 2019 me 64 bit. Dhe ishte ky shkaku kryesor që nuk lan më, me fjalë nuk lan, mund t'i ndërtosh, por nuk futen dot si sistem operativ, sepse nuk i lejon Play Store. Pra në Play Store, në sistemi Play Store, nuk mundesh që të futesh me 64 bit, sepse nuk ka mundësi, sepse informacionet mungojnë. Pra bitet janë ato që përcaktojnë të dhënat e një kompjuteri, të sistemit operativ të procesorët që janë brenda tij. Tani çfarë ndodh? Në këtë lloj sistemi të 32 bit, pra sistem i kompjuterik i ndërtuar në vitin 1970, do të rikthehet në 13 i 12 1901. Pra në 13 dhjetor i vitit 1901. Sepse pikërisht në atë vit, pra duke filluar nga viti 1901, kishte informacione të bitve të këtij kompjuteri. Pra të 32 bit. Dhe në orën eksakt, pra në 03:14 minuta e 07 sekonda do të ndodh evenimenti i madh. Çfarë përcakton kjo? Pra ta përsëris edhe një herë për ata që nuk e ka kuptuar, që të gjithë kompjuterat apo sistemet operative edhe të telefonave që punojnë me 32 bit do të ndalojnë së funksionuari, sepse do të rikthehen edhe një herë në vitin 1901 dhe do të rikthehen në datën 13 i 12, pra në 13 dhjetor të vitit 1901, sepse që atëherë kanë filluar pra informacionet që të ketë ky lloj kompjuteri që u ndërtua në vitin 1970. Dhe kjo do të ndodhë në orën 03:14 minuta e 07 sekonda. Tani çfarë përcakton kjo? Tani po ja u tregoj. Ky quhet bug informatik. Dhe çfarë do të ndodh? Pra të gjithë softwaret, të gjithë sistemat operative, të gjitha këto ruterat, pra të gjitha ato që përdorin sistemin operativ 32 bit do të ndalojnë së funksionuari, sepse do të rikthehen edhe një herë në vitin 1901.
Dhe të gjitha këto, qoftë telefona apo kompjutera, nuk do të punojnë më. Dhe ky problem quhet embedded, që është i sistemit operativ 32 bit Unix. Tani, çfarë do të ndodh me këto lloj kompjuterësh dhe me këto telefonat me 32 bit? Nuk do të funksionojnë më. Nuk mundet që ti të futesh më në këta kompjuter, sepse nuk do të jenë të lidhur më. Pra do të jenë jashtë loje. Do t'i kesh aty vetëm për relik. Dhe do të përdoren kompjuterat me 64 bit. Ata që, ose telefonat, në përgjithësi, në fakt tani duke filluar nga viti 2019, të gjithë telefonat janë me 64 bit. Dhe telefonat celular po flas. Dhe po ashtu edhe kompjuterat. Bile tani kanë lindur edhe disa kompjuterat të tjerë më të fortë, megjithatë. Pse do të kthehet në vitin 1901? Pikë së pari, sistemet operative të 32 bit pra do të ndalen dhe duke patur parasysh që brenda ka RAM, me fjalë të gjithë softwareat apo edhe procesorët, mikroprocesorët, njëkohësisht edhe routerat, pra të gjithë këta nuk do të funksionojnë më. Dhe është mirë, po ju informoj, për ata që nuk e dinë, është mirë që të informojnë tek një specialist, të gjitha informacionet që keni në këto kompjuter apo telefona, nëse keni telefona para vitit 2019 dhe janë telefona me 32 bit, është mirë, pra edhe kompjutera, jo vetëm telefona, është mirë që informacionet që keni aty ti fusin në një hard disk. Pse duhet futur në hard disk? Sepse me kalimin e kohës, në një kohë shumë të shkurtër, po ja u them, është një informacion që e gjeni gjithandej, por unë po ja u them sepse shumë pak janë të informuar nga këto, sepse njerëzit janë më shumë të predispozuar që të shikojnë telenovela. Dhe po thosha, është mirë që t'i kthejnë sepse brenda një 6 mujori, jo më shumë, po brenda 6 mujori do t'ju lënë kohë që ju të mund të kopjoni disa file apo informacioni që keni aty, sepse pastaj do të dali problemi i bag information. Me një fjalë, problemi që nuk mundesh më që ti të lidhësh atë device-in, pra këtë lloj kompjuteri ose telefoni, me një telefon tjetër apo me një hard disk apo me diçka që ti mund të marrësh informacionet nga aty, sepse do të krijoj një lloj porte që ti nuk mund të futesh dot. Është si një lloj Chelsea, pra duhet i blesh Chelsea-n atij që ai të t'jap. Nëse keni parasysh, ka disa hard diskje që prishen, i keni vënë re? Në momentin që prishet hard disku, është e vështirë që ti të marrësh informacionin nga aty. Dhe ti shkon tek dikush që ai të t'japi Chelsea-n që të hap. Informacioni gjendet aty, por ti nuk mund ta hapësh dot. Pra, e njëjta gjë do të ndodh edhe me këtë bug information me të sistemit operativ, pra Unix 32 bit. Kështu që është mirë që nga tani, nëse dëshironi, dal nga dal, se dikush thot pyet viti 2038 ja erdhi. Po, është e vërtet. Por të mbani mend që deri në vitin 2038 ndoshta nuk do të ketë shumë kohë. Kështu që informacionet që keni në këto telefona apo në kompjutera me 32 bit është mirë që ti transferoni në një hard disk ose në një kompjuter tjetër. Tani gjërat të rëndësishme do ndodhin, siç ju thash edhe më përpara, në vitin 2026. Dhe një nga këto është edhe pikërisht ky. Pra, informacionet për sa i përket kompjuterit, sepse baza e zhvillimit të njeriut do të jetë pikërisht kompjuteri. Ne do të lidhemi direkt me kompjuterin. Gjithë raca njerëzore do të lidhet me kompjuterin. Nuk do të jemi më njerëz me një fjalë siç jemi sot, por do të jemi një tip cyborg, sepse lidhja me kompjuterin do të jetë jo vetëm fizike, por edhe mendore. Nuk është një fantazi, është diçka reale. Bile në një nga këto emisione që do të bëja pasi u ndalua emisioni Enigma, kisha bërë një intervistë me një zotëri që ja u kam thënë këtë, ai që kërkon që të transferoj, do ta them në një nga këto videot e mëvonshme, transferon shpirtin e njeriut në një makineri, pra në një robot. Nuk është aktual, është një zotëri që po punon prej vitesh dhe siç ju thash do t'ja u them në videot e mëvonshme, sepse është mirë që ta diskutojmë për të kuptuar se çfarë hapi gjigant po bën njerëzimi në vitet e fundit dhe se çfarë do të ndodh në vitin 2026, siç ju paralajmërova dhe më përpara, evenimentet më të rëndësishme që do të ndodhin në vitin 2026 që do të përkojnë dhe do të ndryshojnë njëherë për gjithmonë edhe epokën e njerëzimit. Informacione të rëndësishme që është mirë tash që është mirë ti diskutojmë së bashku. Herë ndaloj sot sepse pas ka shumë zhurmë sot, unë vi gjithmonë në një cep të rrugës që mos kem
se teksa ikim sot kemi për të dalë sot, që mos të kem probleme kur lëvizin shumë makina, që të dëgjohet më mirë, por sot me qenë se është ditë feste, ka shumë lëvizje. Kështu që doja t'ju uroja një fundjavë të këndshme, të mbani mend që nëse është e mundur, të ftoni miqtë tuaj që të lidhen me këtë faqe. Gjëra të rëndësishme do të flasin, kështu që nuk ju kushton asgjë të lidhemi dhe të diskutojmë së bashku. Ju falenderoj.